Keri sot që është përmbyllje e ceremonisë, unë kam të ndjesinë që nuk dua të kthehem te jeta që isha. Si vjen te ty fundi tani? Së pari, unë jam shumë e gëzuar që dëgjoj këto gjëra nga ti, se ishe këtu që na ndihmove, isha aty për të gjithë ne, pavarësisht jo pjesë e pirjes së çajit edhe të udhëtimit, nuk e di ti e ke kuptuar atë ndjesin. E kam kuptuar, e kam thënë që në fillim që duke ju shërbyer juve doja shumë që ky të ishte rrugtimi im, dhe unë kam udhëtuar bashkë me juve, energjia ishte e jashtëzakonshme, fort. Patjetër që nuk i kam pasur përjetimet e plota, po sot jam me një dorësim ndaj vetes, ndaj çdo gjëje që më rrethon. Jam vetëm kaq më do të them, jam e dorësuar. Absolutisht e dorësuar. Dhe kam një transformim që nuk gjej fjalë ta përshkruaj.